është kjo. Është e vërtet mund të gjinia, nuk mund të mirë një të pavërtet. Ideja është kjo, që të rriturit bëjnë çfarë të duan. Por nuk mund të shkelin të drejtat e fëmijëve dhe drejtat e prindërve. Fëmia ka nevojë të rritet me identitetin biologjik, ti the jemi në bazike. Nuk ka më bazike dhe më esenciale dhe më të rëndësishme se sa një fëmijë që është djalë ka kromozonet XY dhe një fëmijë që është vajzë ka kromozonet XX. Po si mendoni ju që ky lig do të ndryshojë njerëzit, do shkojë ti fuston do shkoj ti edukoj. Po si ti edukoj? Ja, do shkoj në shkolla. E di çfarë do të edukoj. Ato që kanë bërë në Kanada, ato që kanë bërë në Amerikë, ato që kanë bërë në Australi, ato do bëjnë. Do edukoj atë që bëjnë në Amerikë, që ju thuhet atyre fëmijëve të vegjël mos i thirr atij zezakut negër, se po i the do të mblidhet gjithë shkolla. Kështu ka sa të duash raste kur fëmia i ardhur nga Shqipëria i ka thënë shokut të vet negër dhe është mbledhur gjithë grupi pedagogjik, ka thirrur prindin. Kjo duket shumë e pafajshme dhe duket shumë romantike, shumë po ashtu një fëmijë shqiptar do t'i shkojë ti flas një fëmijë të tjerë, do t'ia shaj me fjalën më të rëndë për një homoseksual dhe është e njëjta gjë. Unë një fëmijë të tjerë që nuk ka të bëj me shkelje negër apo jo negër, po unë një fëmijë të tjerë dhe unë prandaj jam ngritur, se isha rahat në atë time, në atë që bëja, po jam ngritur sepse e kam parë vuajtjet e nënave në Amerikë. E kam parë lotët që kanë rrjedhë si shi në dyshemen, ndërsa dëshmonin dhe thoshin, vajza ime ishte si princesh, derisa në shkollë ju implementua dhe ju mësua ideologjia gjinore. Dhe më vjen një ditë dhe më thot, është mësuar dhe ti e di që është mësuar, që në kopë është mësohet ideologjia gjinore, mund të kërkosh dhe fillore se mund të kërkosh shumë pak në Google dhe e shikon. Dhe më ka ardhur tha dhe më thot, ato të hapin mendjen, private që kanë flamurat. O goca, ato të hapin mendjen. Ta tregoj këtë historinë, të lutem. Diskutimet për këto gjëra të hapin mendjen, nuk të bëjnë ashtu. Ta mbaroj këtë si të lutem. Mund të ta tregoj dhe me video që nuk po ta egzagjeroj. Vajza ime tha, ishte 13 vjeçe, ishte si princesh, si kukull. Më vjen një ditë dhe më thot, unë nuk jam e lumtur në trupin tim, sepse kishte ato momentet e hormoneve, zhvillimit, adoleshencës, dhe në shkollë ishte mësuar që ndoshta po të bënte transition, të ndronte gjinin, atëherë do të gjente vetveten dhe identitetin e saj të vërtet dhe do të ishte e lumtur. Nëna e saj tha jo, sepse ti je vajzë, ti je lindur vajzë, kromozonet e tua janë XX, dhe çdo gjë deri tani rreth teje ka folur për vajzë, ka pëlqyer gjithmonë të luash me kuklla, nuk e pasur asnjë lloj shenje që do të tregoj që je ndryshe. Shkon në shkollë, tregon se çfarë nëna i kishte thënë, shteti ja merr fëmijën. Shumë çuditshme. Nuk është, mund të ta tregoj me video. Atë është politika liberale. Mund ta dërgoj, shteti ja merr fëmijën, edhe dëgjon rastësisht. Tani ju mendoni se ky skenar vjen vetëm ta mbaroj këtë. Në Shqipëri përmes të ligjit? Patjetër që po. Dhe është ky rrezik dëgjon ditën që do të bëj operacion dhe do të hiqeshin gjinjt vajzës së vogël. Që të bënte transition. Dhe thot, Elsa, nuk ishte gjykata, ishin ligjet e vendit. Jam përmbysur në Amerikë, më duket në Kaliforni. Nuk jam 100% e sigurt, po më duket se ishte në Kaliforni. Jam shtrirë në dyshemen e korridorit të spitalit dhe kam qarë për 13 orë me ulërima duke shpresuar që butchers, ata kasapët që po coptonin trupin e vajzës time, mund të kishin ndërgjegje dhe të mund të ndalonin procesin që po bënin. Pa konsentin, pa miratimin dhe pa djenin e nënës së tyre. Dhe lotët e saj shkonin kështu dhe thoshin, jeta ime tani është totalisht e përkushtuar ndaj raising awareness, ndaj ndërgjegjësimit të gjithë atyre nënave dhe baballarëve dhe ndaj mbrojtjes së të drejtave të tyre. Ballauri thotë që kjo nuk është normale. Edhe me çështjen e fëmijëve jam marrë dhe kam parë. Zë Ballauri, ky ligj i hap rrugë këtyre skenarëve që thotë Zëna Pano? I hap rrugë, ma besoni mua që i hap rrugë. Fëmijët pa meratimin e prindërve gjërat s'bëhen kur kështu. Po. I hap rrugë, e ke tek edukimi. E ke te edukimi. Çdo ligj sado i mirë të jetë në Shqipëri, di çfarë i hap rrugë? I hap rrugë sa të duash abuzimeve, sepse
nuk jemi implementues të mirë të ligjeve. Ne kemi korrupsion, kemi ngushlloi dikush që kur po i tregoja një nga këto që prokuror që është në mos u investoni kaq shumë emocionalisht, më tha, sepse shikoj tha që keni marrë shumë emocionalisht dhe jeni investuar në këtë gjë, në mbrojtjen e fëmijëve, edhe në mbrojtjen e familjes tradicionale dhe sovranitetit të vendit, sepse për mua kjo është çështje sovraniteti i vendit, sepse në Shqipëri tha ligjet bëhen por nuk zbatohen. I thash, unë nuk mund të shpresoj që këto ligje do kalojnë edhe unë t'jem e qetë sepse nuk do zbatohen. Sigurisht, nësë duhet flasim. Shumë ne duhet kemi ligje sa më të mira dhe ti diskutojmë ligjet. Shumë e vërtet kjo, ti diskutojmë parapratisht. Prandaj jemi edhe sot për të bërë një diskutim qytetar. Jo në momentin që është parlamenti. Një diskutim qytetar se të koncept. Patjetër. Të bëhen qofte dhe me referendum në qoftë se kemi nevojë për referendum, në qoftë se e përmbush ky ligj çështjen e referendumit. Tu jemi bashkë. Ligjin e referendumit. Çfarë na mësojnë direktivat e Bashkimit Evropian që thuhet se është një klauzol shumë e rëndësishme për të përmbushur një hall që duhet kaluar përpara procesit integrimit? Shiko, unë mendoj se baza e kësaj gjëje që kërkohet nga Bashkimi Evropian, që ka qenë në njëjta gjë edhe kur kemi diskutuar për ligjin kundër diskriminimit, është e lidhur ngushtë me konceptet e demokracisë, konceptet e lirive dhe të drejtave. Kjo është baza. Duke u nisur me këtë, kupton që vetvetiu që për sa kohë shpeshherë ne kemi diskutuar dhe themi që po mirë ç'duhet ajo gjë kur vetëm një njeri për shembull në këtë pallatin vuan.